Mjafton që ki Allahun xhallahu ala. Alaysa Allahu bikafin abda. Allahu I mjafton robit të tij. Mjafton Allahu te barekuhu teala. Andaj për shembull e ka thujt Allahu xhallahu ala shejtanin khannas, min sharri alwaswasil khannas. Shiko vezvesa sa është e madhe, dhe sa burimi sa është I vogël, I dopt. Apo, don, vezvesa është shumë diçka e madhe, po vezvesa në këtë aspekt, më janë problematike vezvesat. Mirë, po kur e ke parasysh nga kush bin vezvesa dhe rënot. Khannas është ai që duket I madh, po në sensi është I vogël. Si çështja për shemb balonit, e ka pa baloni është I madh, por ai është pa përmbajtje, pa kontent, pa forcë, apo me një gjilpër shpërthen apo. Për arsye një bismillah, një eudhu billahi minash shaitanir rajim, një abdes, gjitha këtu I shpartëllon. Nëse është goditja fuqishme apo. Dhe ka thonë disa dietar, po surën Fatiha, në kuptimin e ndikimit apo kanë thonë es-seifu në shpata matet me fuqinë e goditësit, apo ndërsa Fatiha me fuqinë e lexuesit. Do Fatiha shpata në sens pren, në sens, por varet kush godet me te. Është fëmijë, është burr I vjetër, I shëndosh, I smut, pastaj çështja është në dorën e atij që godet me te. Edhe Fatiha në sens është goditëse, është shëruese, në sens është armë e fuqishme kundër shejtanit. Mirë po, varësisht kush e përmend ato, ose e lexon. Apo Ibn Qayyim rahimahullah ka përmend tek duaja në librin e tij Sunet dhe Ilaçi, thotë duaja është sigurisht, domthon harku edhe shtiza. Kush e ka ndur, nëse ka shigjetari, e tërheq fuqishëm dhe godet larg edhe në cak. Nëse ka një fëmijë, nuk e tërheq fuqishëm, nëse ka një verbët, nuk mund gjun cak. Var kush e ka, harku dhe shtiza godasin. Mi përvazi kush pastaj ka ndur harku dhe kush e tërheq shtizën për të godit në cakun e kërkuar. Andaj Allahun kush e njeh e kupton që ti je fitimtar. Ti ai që je në favor gjithmonë. Kjo është përzimi më I madh është njohja e Allahut. Përzimi më I madh është premtimet e Allahut për mendimu besimtarë në këtë betejë. Pastaj Allahu te barekuhu teala krasa e ka shoqëruar këtë përgëzim edhe me përgëzime tjera. Për shembull, prezenca e melekëve është përgëzim. Melekët gjithku ka cilësh, mbrojnë, kujdesen. Për shembull, lexon Kur'an vi melek, ka ligjërat vi melek, fal namaz vi melek, gjithku ka melek. Melekët janë ushtri që dëbojnë shejtant. Shejtan ikin nga melekët. Prandaj e ka përmendur Allahu xhallahu në surën Ali Imran në betejën e Bedrit, në surën Anfal, në betejën e Bedrit, apo kur ka inni ara mala taraun, ajo I ka nga se jam të pa ato që ajo nuk po sheni, ka pa zbritjen e mirë me melekëve nga qielli, kur ka pa shejtani ka ik. Ai zbrapst nga ikja, zbrapst nga prezenca e melekëve. A dhe melekët me kanë rrin me besimtarët dhe kanë prezencë vazhdueshme në mes të besimtarëve. Në nganjëherë u them njerëzve që kanë frikë për shkakun nga situata mos ka shejtan, mos ka gjin. Pse mendon te gjin? Mendon te melaqet. Apo, por ka gjin mund më paraqit, po ka melaqe më shumë se gjin. Drejtoje mendimin ka melaqet, mos drejtoje mendimin ka shejtan, nga se shejtani do me ta fokusu mendimin ka haj që me të friksu. Largoj vëmendjen nga shejtani, kthej ka meleket. Pastaj nga përgëzimet e mëdha është gjithashtu edhe lajmi I madh që e kemi, se Allahu inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Kështë lajmi I madh, Allah I fal gjitha mëkatet. Krejt çka tenton shejtani me bosh me gjurë në mëkat, apo. Para në një veprimtari me dekada dikush në mëkatim, në fund pendohet krejt që ka bu shejtani bie në ujë. Pa vlerë është njëri prap triumfon mbi shejtan me pendim. Mundësia e pendimit, mundësia e kthimit është lajm I madh, është lajm përgëzues për neve, apo. Kur ti dëgjon se Allahu xhallahu ala jo që I fal mëkatet, por I shlyn ato. Çdo gjurmë që kanë lënë mëkatet, Allah e largon. Madje edhe përgëzimi I madh se Allahu I shndron tek qijat në të mira. Krejt ato të këqija që shejtani ka udhëzuar me I bë, nga pendimi shndron të mira. Para do të sa zhgënimi ka shejtani apo. Para çfarë domthon dëshpërimi ka shejtani. Andaj sikur se ka thënë Hasan al-Basri rahimullahu. Sa që shejtani ju zhgënjen me mëkatim, zhgënjen me istikfar apo. Apo sa thotë ai sun pelu këtë mëkat, sun e lën ti këtë mëkat, ti pap këtë mëkat, do me zhgënime dekorin nga mëkatimi, dekorojë ato me estagfirullah. Ani nëse bi prap them estagfirullah, Allah ma fal apo. Kështu fuqia e pendimit dhe lajmi i madh se Allahu fal është lajm përgëzues në betejën kundër shejtanit.